Projekte infrastrukturore për ta reduktuar trafikun në lagjen Kodra e Diellit në Prishtinë ka premtuar kandidati për kryetar nga radha e lëvizjes vetëvendosje Hajrullah Çeku. E ka premtuar se në këtë lagje do të bëjë ndërtimin e parkingjeve nëntoksore, lidhjen e rrugëve për zvoglim të kolonave, shtimin e trotuareve e vendosjen e shenjave për kufizim të shpejtësisë. Është zotuar për zgjidhjen e problemit me qend Endacak, për ndriçim të lagjes, ndërtim të parqeve e të një tregu lokal për prodhime vendore. Ka premtuar edhe investime në arsim e kulturë. E në Ferizaj, kandidati Enver Haliti ka dhënë zotimin për ndërtimin e digës së Firajës, që ka qenë zotimi i partisë së tij edhe në zgjedhjet e fundit nacionale. Haliti ka thënë se ky investim prej 60 milion eurosh do të sigurojë furnizim të pantërprer me ujë të pijshëm për të gjithë qytetarët e Ferizajt. E ka thënë se ky ujë do të përpunohet në fabrikën e pleshinës. E në Deçan, kandidati Faton Selmanaj e ka akuzuar kundër kandidatin e tij nga AAK-ja, që është edhe kryetar, se po keq përdor buxhetin e komunës për vitin 2026 për fushat zgjedhore. Shkolla Ismail Qemali ka nevojë për rritje të hapësirave. Dhe kjo do të bëhet edhe për ta implementuar mësimin tërditor, që do të jetë një nga reformat kryesore të sektorit tonë të arsimit. Ky buxhet më së paku përkon me nevojat dhe kërkesat elementare të qytetarëve të komunës tonë. Buxhet ky që përfshin elektrifikim, ujësjellës për bjeshkën e madhe, bjeshkën e kryetarit në Ikje. Janë Mazniku, Ratishi, nuk ka as ujë të pijës, as trotuare e as ndriçim publik. Pra ky buxhet, i cili votuar sot nga pushteti në Ikje, është buxhet i fushatës dhe mashtinit.